Koha kur është shkrujt projekti ka qenë koha e Covidit, edhe koha kur secili e këshur ke nanën, babën, familjarën e vetë, nëse kam rrimi a marrë krejt të mirat dhe krejt historinë e vetë me pas të dokumentume. Edhe në atë kohë, dilema e parë ose pikpyetja e parë kur është hap thirrja e Bashkimit Evropian ka qenë që ende askush në Kosovë nuk kam rri me grumbullu sasitë madhe të rrëfimeve të familjarëve të zhdukurve që pastaj ato me metë si arkiv. Pra qëllimi fillestar ka qenë që mu grumbullu një arkiv sa më e madhe, sa më e fuqishme dhe sa më lehtë e qasshme për me mri thjesht historinë dhe traumën që e kanë pas ta njerëz me e dokumentu dhe me pas të grumbullume. Ajo që e kemi pas sot në dokumentar është vetëm njëna pjesë, është vetëm pjesa e traumës së tyne. Në pjesën tjetër të intervistave ka dhëna për zhdukjen, ka informacione të tjera të cilat munden mu përdor edhe për 100 vjet të ardhshme për me ndërtu edhe dokumentar, po dhe dosje për këto raste. Pra është një histori e tonë. Njerëzit që i kemi intervistu, i kemi lodhë dhe stërlodhë, po du mi falendru të gjithë, me 3 dhe 4 orë intervista. Qaq gjata, sa kemi folë prej fëminis, e deri në ditët e sotme, që është një kohë shumë e gjatë. Ka ndodhë njerëz ka 3 dhe 4 herë kanë qajtë, janë këthy mrapa, kanë pi ujë, e kemi bashkëndjena në krejt situatën. Kjo ka qenë qëllimi i parë, thjesht me e kriju një arkiv sa më të madhe që të mundemi dhe kemi vazhdu me ndërtu këtë arkiv, në mënyrë që tragedia e zhdukjes personave me qenë e dokumentume në mënyrën sa më të mirë të mundshme. E dyta është lidhë me vdekjen, thjesht tash kur ti shet dhënat dhe javën e kaluar tu e editu dokumentarin për Prishtinën, veç e morëm lajmin që njëri prej të intervistumve ka ndru jetë, zotin Shaj Pramat Baja prej fshatit Hajvali, edhe kur u transmetu dokumentari, personi intervistum mund ashtë me bo shënimin që ai tashmë nuk jeton. Dhe kjo, edhe pse është një fatkeqësi për familjen, ta jep një ndjenjë që të paktën ke bo diçka që historia e tij, dhimbja e tij, me mujt mu trashëgu edhe fëmijët dhe familjarët e tyre me e kuptu. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm është që në vendin tonë ne ende nuk e kemi kuptu të gjitha etnit problematike në personave të zhdukur. Nuk e kemi kuptu ende problemin e ndarjes së viktimave civile me viktimat e cilët kanë qenë pjesë e forcave të armatosura. Njerëzit e cilët i kemi intervistu në këta dokumentar nuk kanë qenë luftar. Janë viktima civile. Janë njerëz të cilët nuk janë vrarë me pushk në dorë, nuk janë vrarë të luftu, janë vrarë të shkum punë, janë kidnapu të shkum punë, janë kidnapu të aratis, janë kidnapu të ikë, dhe prej këtyre njerëzve, këta kanë qenë qytetarë të thjeshtë, kanë qenë qytetarë të zakonshëm të vendi dhe kanë jetu në komunitetet të përbashkëta. Pra, muj me kuptu që tash kur analizojmë në krejt narrativën tonë të përditshme, etnit kur flasim, kur shqiptarët flasin për 1560 personat e zhdukur, në vazhdimsi komuniteti mendon që gjithë këta janë shqiptarët. Por realisht prapa ati numri nuk janë të gjithë shqiptarë. Janë të gjitha etnive dhe kemi dashur të tregojmë njerëzve që traumën nuk e ka vetëm etnia shqiptare, por nuk e ka edhe vetëm etnia serbe. Për shkak se kemi pa dokumentar në anën tjetër që tregojnë për të zhdukurit serb, për traumën që e kanë ata, dhe në anën tjetër kemi pa dokumentar. Por nuk është bë bashkë kur kjo punë me u synu thjesht që një dokumentar i tillë me u pa në familje edhe shqiptare, edhe serbe, edhe rome, edhe ashkalike, edhe egjiptase në vendin tonë. Pra, qëllimi kryesor është që thjesht na me mri me shkute se cila familje, ata me pa dokumentarin, e me këto, me i thirë në ndërgjegjes pastaj të dëshmitarve.